Qendra e formimit profesional në Elbasan organizoi me sukses edicionin e parë të konkursit kombëtar të kuzhinës dhe pasticërisë Gastro Skills 2026, një aktivitet që mblodhi së bashku 10 qendra të formimit profesional nga i gjithë Shqipëria, duke promovuar talentin, kreativitetin dhe aftësitë profesionale të kursantëve në fushën e gastronomisë. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e qendrës së formimit profesional në Elbasan. Drejtori i qendrës vlerësoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe rolin që luan formimi profesional në përgatitjen e profesionistëve të aftë dhe konkurrues për tregun e punës. Ky është edicioni i parë kombëtar i gjithë qendrave të Republikës së Shqipërisë i konkursit kuzhinës dhe pasticërisë. Në Republikën e Shqipërisë janë 10 qendra, të cilat e ushtrojnë kurset profesionale dhe sot ne i mlodhëm në Elbasan, duke qenë që Elbasani ka gjithë mundësinë, gjithë kapacitetin për ta përmbajtur, për ta përmbyllur një edicion të tillë dhe fatmirësisht shkoi gjithçka mirë. Kursantët arritën të recetat e tyre ti zbatonin shumë mirë dhe kishim një juri profesioniste me profesor Gëzimin, profesor Miklovanin, të cilët kanë vite, të cilët merren me kulinarinë dhe jam i sigurt që ato ishin shumë të saktë për sa i përket pikëzimit. Patëm 2 çmime të para, një çmim i parë në kuzhinë, një çmim i parë në pasticëri dhe një çmim i dytë në kuzhinë dhe një çmim i dytë në pasticëri. Gjitha kjo ne munduam që e zhvillojmë këtë konkurs që në një farë mënyrë edhe gjithë recetat tradicionale të rretheve, të gjithë bashkive në vend të arrijnë tek të rinjt të mësohen dhe të arrijnë që këto të rinj, në momentin që të dalin në tregun e punës, të arrijnë të implementojnë këto receta. Vlerësimi i konkurrentëve u realizua nga një juri profesionale, ku morën pjesë edhe ekspertë të njohur të gastronomisë, të cilët garantuan një proces vlerësimi cilësor, profesional dhe transparent. Një aktivitet me dimensione të mëdha, me organizim shumë të mirë, pjesëmarrja e 11 qendrave të kualifikimit profesional, 11 qendra bashk në një ambient të gatuar. Sot i shëllon e liria që t'i zgjidhin vetë produktet dhe vetë recetat. Konkuruan me një pjatë kryesore dhe me një pjatë ëmbëlsire. Që nga pikët janë dhënë që nga organizimi i vendit punës, punimi në grup, nga mbajtja nga organizimi i vendit punës, përdorimi i atresaturave dhe punimi me produktin, sjellja e recetës dhe prezantimi i pjatës. Të binte në sy që gjithë pjatat ishin recetat të riardhura nga tradita jonë. Një traditë e pasur, një pjesë e identitetit tonë kulturor dhe pjesa që ishte më e mirë, ekzekutimi, brenda një ore u ekzekutuan 2 pjatat. Tash të punosh në kuzhinë nuk është punë e lehtë, por njerëz që kanë pasion dhe që duan ta ushtrojnë këtë profesion, fillojnë nga rinia, fillojnë nga moshat e reja. Dhe sidomos njerëz që kanë një prirje të natyrshme, që është në ADN-in e gjithë secilit, por ka shumë rëndësi edhe kultura gastronomike nga shtëpia, nga familja, nga fisi, nga krahina që vjen, se përfaqëson më mirë sepse është një informacion që mbartet. Dhe është një informacion që normalisht kemi detyrën që ta mbartim dhe ta kultivojmë dhe ta transmetojmë ke brezat e ardhshëm. Tu përgjithsisht pjesëmarrja ishte nga moshat e reja. Dhe moshat e reja bëjnë këtë që e përballojnë punën shumë mirë, por njëkohësisht ndërhyjnë edhe në receta. Sot ka ndryshuar gjithçka, komplet është çdo gjë është në evoluim, çdo njeri ka drejtën që të bëjë edhe receta ndërkombëtare dhe tradicionale, por prezantimi jonë, sidomos në tregun e turizmit sot, bëhet me pjatë tradicionale. Kuptohet të sjellë në formate më të mira, të gatuara në kohën e duhur, në shijen e duhur, sepse në fund fare shijen transmetojnë. Dhe akti i të provuarit, akti i të shijuarit të kulturës gastronomike i mobilizon të gjithë senset tona. Është një gjë e mrekullueshme. Në përfundim të konkursit u ndanë çmimet edhe për konkurrentët më të mirë. Ky edicion i parë i Gastro Skills 2026 dëshmoi edhe një herë se formimi profesional është një urë e rëndësishme drejt punësimit dhe zhvillimit ekonomik. Aktiviteti shërbeu jo vetëm si një garë profesionale mes përfaqësuesve të 10 qendrave nga i gjithë vendi, por edhe si një mundësi e vyer për shkëmbimin e përvojave, forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe promovimin e standardeve më të mira në artin e kuzhinës dhe pasticërisë.